ushtruesja detyrës së presidentes Albulena Agjiu pas mbledhjes që pati me përfaqësues të partive politike, tha se ajo shkoi mirë e mbar dhe se u dakorduan për çështjet procedurale për seancën konstituive të 6 gushtit. Ajo njoftoi se në këtë seancë synohet të zgjidhet kryetari apo kryetaria e re e parlamentit dhe nënkryetarët. E pyetur më pas, duke i pasur lëvizja vetëvendosje numrat për kuvend dhe qeveri, a do të thirret menjëherë seancë e re për këtë, si dhe për zgjedhjen e presidentit. Për seancë të re nuk u përgjigj, por ngjarjen e ndjeshme në LDK e konsideroi lajm të mirë. Është lajm i mirë që kemi pas mbledhje të LDK-s dje, pra është lajm i mirë që tash mund të vazhdojmë takimet, sepse ato ishin të pezulluara deri në sqarim të situatës. S'është në mandatin tim të flas për këtë çështje, por është shumë e rëndësishme që takimet të vazhdojnë, pra të thirren dhe të mbahen, të ketë përpjekje maksimale dhe seriozitet dhe që të arrihet një marrëveshje që të zgjidhet presidenti. Pas këtij takimi, nënkryetaria e PDK-s Vlora Qitaku përsëriti qëndrimin e partisë së saj se mbeten në opozitë. PDK ka pozicion të qartë politik, ne do t'jemi në opozit, mirë po jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës, deklaroi Qitaku. E pyetur për një front të përbashkët opozitar, Qitaku tha se opozita ka nevojë për bashkërendim, por ne se dim sakt se kush do të jetë në opozit e kush në pozit, por PDK mbetet në opozit, ripërsëriti Qitaku. Nënkryetaria e LDK-s Jehona Lushaku Sadriu në një konferencë për media pas takimit me ushtruesen e detyrës së presidentes Albulena Agjiun dhe përfaqësues tjerë të partive, tha se me 6 gusht kur mbahet seanca konstituive, duhet të përmbyllet procesi i konstituimit të kuvendit. Ne synojmë që kuvendi të konstituohet dhe dëshirojmë që sa më shpejt t'i japim institucione vendit ton, deklaroi Lushaku. Nuk ka ndonjë ftesë, tani me që edhe janë përmbyll proceset për çka e kishim ndërprer dialogun ton me vetëvendosjen sa i përket institucioneve. Sa po të kemi një takim dhe të kemi dialog edhe marrëveshje, do t'ua bëjmë të ditur nëse do të ketë marrëveshje. E pyetur nëse kanë preferenca për pozita, Lushaku mohoi që pozitat janë arsyeja kryesore, pse po hyn në dialog me vetëvendosjen. Deputeti i OAK-s Besnik Tahiri ka thënë se pozicioni publik i aleancës është se ata nuk duan të jenë pjesë e qeverisë dhe as të marrin kurfar pozite. Ai ka thënë se nëse plotësohen kërkesat e aleancës, kjo nënkupton përkraje të kësaj partie për konstituimin e institucioneve të reja. Jemi të vetmit që kemi një pozicion publik në raport me konstituimin. S'duam të jemi pjesë e qeverisë, s'marrim as hise, as privilegj, as një pozitë në qeveri. Mirë po ne njohim rrezikun që Kosova të përfundojë nga një cikël zgjedhor në një cikël tjetër. Shohim si rrezik të shtetsisë së Kosovës. Ne kemi thënë s'duam zgjedhje, por më i konstituu institucionet. Ne kemi 6 pika. Ato s'lidhen me aleancën, ndërlidhen me Kosovën, ka thënë Tahiri. Nëse s'merren parasysh kërkesat tona, ne s'bëhemi vegël. Ne u bëm parti e respektuar prej një partie që s'ftohej në takime, ka shtuar ai. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka reaguar edhe një herë pas kuvendit të jashtëzakonshëm të kësaj partie që u mbajt mbrëm, e ku ky i fundit i shpëtoi emocionit të shkarkimit. Abdigjiku përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook ka shkruar se kuvendi ishte pa nevojshëm, i dëmshëm e i ngutshëm. Kjo periudhë na sprovoi, por sprovat nuk duhet na ndryshojnë vlerat. LDK-ja është ndërtuar mbi kulturën e dialogut, të maturizë dhe të respektit për mendimin ndryshe. Pikërisht këto vlera duhet na udhëheqin edhe tani. Prandaj sot kam vetëm mirënjohje për ata që më besuan, po aq mirënjohje edhe për ata që menduan ndryshe. Demokracia nuk kërkon njerëzshmëri, ajo kërkon respekt. Tani më ndihmoni të gjithë, të bashkohemi këtë shtëpi dhe nga këtu të bashkohemi edhe gjithë Kosovën, shkroi Abdigjiku. Lëvizja vetëvendosje dje ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama, si dhe zyrtarëve të lartë të kabinetit të tij, me pretendimin se janë përfshirë në legalizime të jashtëligjshme të objekteve. Ndaj kësaj ka reaguar sot Rama, i cili tha se dyert e kryeqytetit janë të hapura për organet e drejtësisë dhe tha se do të bashkëpunojnë. Por Rama pati edhe një porosi për lëvizjen vetëvendosje. Mirëmëngjesi, e para po m'vjen mirë që më në fund po i drejtoheni prokurorisë, është lajm i mirë. Tash udhëzojeni edhe kryeministrin të përgjigjet prokurorisë, sepse ka më shumë se 2 vjet që nuk i përgjigjet ftesës për intervistim, shkroi Rama. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s ka pritur në takim zyrtar të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ku janë diskutuar tema dhe shqetësimet kryesore të veteranëve. Lidhur me këtë takim, OVL UÇK-s ka njoftuar përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Sot zhvilluam një takim pune me zyrtar të ambasadës së SBA-s në Kosovë, ku diskutuam për tema dhe shqetësimet kryesore të veteranëve tanë. Në këtë takim theksuam rëndësinë e jashtëzakonshme që ka miqësia e përhershme dhe partneriteti ynë me partnerin ton më të madh,
madh e të pazëvendësueshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet mesjerash në njoftimin e OVL-UÇK-s. Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur që gjykimi në mungesë të vazhdojë ndaj 21 të akuzuarve për krime lufte në masakrën e Reçakut, pasi konstatoi se janë përmbushur kushtet ligjore dhe se janë bërë përpjekje të mjaftueshme për sigurimin e pranisë së tyre. Prokurori special Ilir Morina tha se para ngritjes së akt akuzës në mungesë janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara me ligj. Kryetaria e trupit gjykues gjyqtarja Violeta Namani Hajra tha se gjykata ka ndërmarrë të gjitha veprimet për njoftimin dhe sigurimin e pranisë të akuzuarve, por pa sukses. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj 4 të akuzuarve në rastin Toka 2, Mehmet Prishtinës, Dugaxhin Emërllahut, Avni Maxhunit dhe Nexharie Hotit. Të akuzuarit janë dënuar megjithësej 32 vjet burgim dhe 230.000 euro gjob për veprën penale krimi organizuar. Aktgjykimi është shpallur nga trupi gjykues në përbërje të Vesel Ismailit, kryetari i trupit gjykuesit dhe gjyqtarëve Kushtrim Shyti dhe Raman Beqiri. Një grua gjetur e vdekur në lumin Drini Bardh në Gjakov afër urës së fshajt. Vdekjen e saj e ka konfirmuar ekipi mjekësor në vendngjarje. Lajmin për Gazeta Ekspres e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj. Rreth orës 11:10 një grua e moshës madhore është gjetur pa shenja jete në lumin Drini Bardh, në afërsi të urës së fshajt. Vdekja e viktimës është konstatuar nga personeli mjekësor në vendin e ngjarjes. Elizaj tha se njësitë përkatëse policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe në konsultim me prokurorin e shtetit është iniciuar rast hetim i vdekjes. 2 persona janë arrestuar në Deçan pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë në familje ndaj prindërve të tyre. Sipas raportit të policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 30 korrik 2026, rreth orës 18:20. Të arrestuarit janë 2 burra kosovar, të cilët dyshohet se kanë dhunuar fizikisht prindërit e tyre. Si pasojë e rastit, njëri nga viktimat ka pësuar lëndime të lehta trupore dhe ka marrë trajtim mjekësor. Me vendim të prokurorit, njëri prej të dyshuarve është dërguar në mbajtje, ndërsa tjetri është liruar në procedurë të rregullt.